SPAK i dërgon fletëthirrje Sali Berishës, ish kryeministër, aktualisht në krye të Partisë Demokratike, për të dëshmuar në kuadër të dosjes 21 janari. Më 21 janar 2011, 4 demonstrues të opozitës së asaj kohe u vranë si pasojë të shtënave me armëzjarri nga forcat e sigurisë rreth godinës qeveritare. Kjo ngjarje përbën një nga krimet më të rënda të paktën të 2 dekadave të fundit, ndërsa SPAK rihapi hetimet pas një vendimi nga gjykata e Strasburgut. Ai thirret me statusin e personit që ka dieni për këtë ngjarje, pasi ka qenë në krye të qeverisë. Dosja e 21 janar është në duart e prokurorit të SPAK-ut Alfred Shehu. Mësohet se Berisha është thirrur të paraqitet në SPAK ditën e premte 14 nëntor ora 10, ndërsa fletëthirrja i është dërguar kreu demokrat në 3 adresa: banesën ku jeton, selinë e Partisë Demokratike dhe parlamentin ku ai është deputet. Në këtë mënyrë duket se SPAK nuk i ka lënë asnjë shteg të lirë kryedemokratit që të gjejë justifikime për të mos u paraqitur me pretekstin se nuk është në dieni të fletëthirrjes. Paraqitja në SPAK e Berishës lidhur me 21 janarin pason ato të ish kreu demokrat Lulzim Basha, që në kohën kur ndodhi vrasja e 4 protestuesve mbante detyrën e ministrit të brendshëm. Basha u paraqit në SPAK pas ditën e 30 tetorit, ku qëndroi për rreth 60 minuta, teksa u pyet si person që ka dieni për rrethanat e ngjarjes. Ish kreu demokrat nuk pranoi të jepte detaje lidhur me dëshminë e tij që e konsideroi si sekret hetimor. Kohë më parë në SPAK është paraqitur edhe Andrea Prendi, ish komandanti i Gardës së Republikës, por edhe disa ish funksionar të tjerë të asaj kohe që mbanin funksione në forcat e policisë dhe Gardës së Republikës. Për 14 vjet familjarë të viktimave që humbën jetën si pasojë të shtënave në demonstratën e 11 janarit 2011 kërkuan zbardhjen e atij që njihet si krim shtetëror. Ishte insistimi i palëkundur i familjarëve të Alex Nikës, vrasje e mbetur pa autor që çoi dosjen e 21 janarit në dyert e SPAK-ut. Më 12 mars të vitit 2024, gjykata e lartë foli në frymën e një vendimi historik të një prej gjykatave më të rëndësishme ndërkombëtare, asaj të Strasburgut për të drejtat e njerëzit, dhe urdhëroi SPAK-un të hetojë 21 janarin si krim shtetëror për të zbardhur rolin dhe përgjegjësitë e drejtuesve të lartë shtetëror, Sali Berishës, Lulzim Bashës, Andrea Prendit, për vrasjet e 4 protestuesve, e Kurandeda Ziverveizi, Faik Myrtaj dhe Alex Nika. Prokuroria e Tiranës çoi të pandehur vetëm ish komandantin e Gardës, Andrea Prendi, dhe përgjegjësinë e njësisë speciale Agim Lupo, të cilët në vitin 2013 u dënuan nga gjykata për vrasje nga pakujdesia, Prendi me 1 vit burg, Lupo me 3 vite tashmë prej kohësh të 2 të lirë. Prokuroria e posaçme regjistroi më 15 korrik, procedimin penal për 3 vepra penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese e kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorimi i detyrës kryer në bashkëpunim dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës kryer në bashkëpunim.